Në kuadër të aktiviteteve promovuese për regjistrimin e nxënësve të ri, në shkollën e mesme komunale ekonomike në Gostivar, u organizua ditë e hapur, ku prezantuan drejtimet arsimore dhe mundësitë që kjo shkollë ofron për vitin e ri shkollor. Aktiviteti mblodhi nxënës, prindër dhe të interesuar, të cilët patën mundësi të njihen nga afër me profilet profesionale dhe programet moderne që ofron institucioni. Drejtori i shkollës Mihailo Gjinovski tha se fokusi kryesor këtë vit janë drejtimet që mungojnë në Gostivar dhe më gjerë, duke veçuar marketingun digital dhe teknikun e hotellerisë. Ai shtoi se qëllimi kryesor i shkollës është orientimi i të rijve drejt profesioneve moderne dhe krijimi i kushteve që ata të qëndrojnë në vend. Sot kemi ditë të hapur, do me thënë ku i prezentojmë drejtimet tona që janë në shkollë. Para së gjithash këtu do të theksonim drejtimet që nuk ekzistojnë në qytetin e Gostivarit dhe në rrethinën më të gjerë. Ato janë marketingu digital dhe teknik i hotellerisë. Këtu kemi plus teknikun ekonomik, normalisht teknikun juridik, administrator biznesi në 3 gjuhët mësimore, maqedonisht, shqip dhe turqisht. Do të shtoja dhe do të vija theksin të marketingu digital dhe tekniku i hotellerisë. E dim gjithçka me qëllim që rinia jon ta zgjedh shkollën tonë dhe që të mund të timbajmë para së gjithash në Gostivar dhe në Maqedoni. Tu japim një profesion dhe timbajmë fëmijët e ri këtu, sepse problemi më i madh është shpërngulja. Aktualisht shkolla e mesme ekonomike numëror 200 nxënës nga klasa e parë deri në të 4-tën, ndërsa numri i nxënësve është në rënje, një fenomen që po prek pothuajse të gjitha shkollat. Drejtori Gjinovski thotë si një rëndësi të veçantë u kushtojnë paraleleve duale dhe bashkëpunimit me kompani të ndryshme, ku nxënësit mund të realizojnë praktikën profesionale dhe të krijojnë mundësi punësimi pas përfundimit të arsimit të mesëm. Значително се намалува бројот како кај сите училишта, така и кај во нашето училиште. Numri i nxënësve po ulet ndjeshëm si në të gjitha shkollat, ashtu edhe në shkollën tonë. Megjithatë, përpiqemi, ekzistojmë me drejtimet e reja në mënyrë që të ecim përpara, të tërheqim sa më shumë nxënës dhe para së gjithash me qëllim që të mbeten këtu. Duhet të shtoj se kemi bashkëpunim me kompanitë, ato janë të gjitha paralele duale. Bashkëpunimi me kompanitë ku nxënësit do të mund të vazhdojnë zhvillimin e tyre të më të qeshëm pasi të përfundojnë shkollën e mesme. Nëse nuk vendosin të regjistrohen në fakultet, të qëndrojnë këtu në ato kompani dhe të vazhdojnë me punësimin e tyre. Gjinovski bëri të ditur se nxënësit që zgjedhin të vazhdojnë studimet universitare pas mbarimit të shkollës ekonomike mund të regjistrohen pothuajse në të gjitha fakultetet, përveç fakultetit të mjekësisë. Nga shkolla u theksua gjithashtu se bursat për nxënësit vazhdojnë të jenë aktive për të gjithë ata që i plotësojnë kushtet e nevojshme.